Kjo ka nisë një më 12 ditë para shpalljes pavarësisë. Atëherë pak e kujtojnë njerëz këtë moment, po nuk u dika po shpallet ajo. Edhe u folke që ka me ndodhë njënën pi dilleve të arshme, a ka me ndodhë mas janë 2 jave, a në dillën tjetër s'u dike, po u dha një falajmi që ka mu manifestua dhe u kriju një farë komisioni me organizu manifestimin, paka shumë e dishim kush ka mu involvu aty që kanë me bo. Edhe tham, hajde po menojmë diçka. Ka qenë një mbledhje shumë spontane për që ullëm për një klient, mi abo do ideja për a ka qenë kupa botnora, euro, në qatë vetë s'po më kujtohet, ndokët ka qenë një botëror, për dëshim e marru një loj me futbol, që edhe pa të mbo, mas ne. Po, hajde tham, po bojmë diçka tjetër, se këto ishin, si me thonë, propozime proaktive që na dëshim ja propozu njerëzve pa na kërku ata. Dhe tham, hajde po menojmë diçka për pavarësi. Edhe që shto ullëm, 2-3 veta kemë qenë fillimisht, une e Toni Morina, i cili patartë për Zelandës. Edhe dëshim me dalë me një fjallë, me një fjallim, me një slogan, me qëfar do qofë që me njësë këtë punë. Mju borni mu tek, nuk di as që shumë merdë, mu tek për faktit që është anglisht, është fjallë e shkurt, përbohet për 2 fjallëve cilat kuptohen letë edhe për njerës që s'flasin anglisht, një e din tënë që është, borën e din tënë që është. Do më thonë, kur i bëm bashke, edhe nëse se kuptën ta mën që është bebe, e kuptën që diçka e re që ka lindë, edhe qëllimisht në anglisht, si që aty u bo debati maj madha, për bëjmë shqipa anglisht. Arsyja pse komendos me bo anglisht ka qenë se mas 13 vjetë që këmë jetu në Angli. Çdo pamje, çdo reportazh, çdo artikull, qoftë televizor, qoftë gazet, që konë nështë i shkru me mirë për Kosovën, reportazhi ka qenë ty folë mirë për Kosovën, pamjet kanë qenë të me ruse, ata që ishin një plak pa dhëmë para një shpije të urdzu, ai që ishin do fëmim që radhë, ai që ishin do shpija gjystë kalta, thësha ka dalve se unë i rritu në Prishtinë atërë, thësha ka dalë, edhe sa një maj mirë që më shumë të nëzirë grandin, ose atërë edhe Pallati i Rinisë, biblioteka në konsimat zymta, këtë ishin pamjet zymta.